Ju faleminderit të nderuara kryetare e Kuvendit, të nderuar deputet të Kuvendit të Republikës, të nderuar kolegë nga qeveria. Spore më lejoni që t'ju falenderoj për votimin me mbi 2/3 e Kuvendit të Republikës të planit të rritjes së Bashkimit Evropian, i cili ka një vlerë të gjithëmbashme prej 882.6 milion euro, nga të cilët afër 30% janë grante, ndërka që pjesa tjetër janë kredi, përfshirë natyrisht edhe votimin që u bë në javën që lan pas për 3 marrëveshjet ndërkombëtare me Bankën Botërore në shumën e përgjithshme prej mbi 120 milion euro, që kësaj atë ditë e bën ditë mbi 1 miliardë për Republikën tonë të përbashkët. Pra faleminderit të gjithëve për këtë. Ashtu si që parasheh ligji për financat publike, brenda vitit 2025, brenda tetorit të vitit 2025, saksisht me 31 tetor 2025, në mbledhjen e qeverisë, ne e patëm miratuar buxhetin për vitin 2026, që është dashur të bëhet diskutim e aprovim në nëntor e në dhjetor të vitit që lan pas, por siç e dim, legjislatura e 9 përfundoi ashtu siç përfundoi, patëm zgjedhje e parakoshme të lira, të ndershme, demokratike. Tash kemi kuvend të legjislaturës së 10, kemi qeveri të re, andaj edhe bëm një mbledhje të re të qeverisë në mënyrë që të vim me buxhetin për vitin 2026 të kjo, por i cili nuk mund të jetë i ri, ashtu siç është përbërja e kuvendit dhe ashtu siç është qeveria e re. Zotimet që i kemi thënë në fushatën e fundit, natyrisht që janë të përmbledhura në ekspozen që kam bërë me datën 11 shkurt, kur u rizgjodha kryeministër, por para se ajo ekspoze të shndrohet në buxhet të ri, duhet të vijë te ky programi qeveritar. Pra do të ishte jo normale që ne këtu të sjellim tash buxhet në përputhje me ekspozen pa e sjell paraprakisht programin qeveritar. Rendi logjik i gjërave, për nga kronologjia është kësaj pra. Zotimet në fushat, ekspozea e kandidatit për kryeministër, programi i ri qeveritar dhe më pastaj rishikimi i buxhetit. Në këtë buxhet që kemi prezantuar të kjo, natyrisht që kryefjala është shifra prej afër 4 miliardë euro, ku 1/4, por rreth 1 miliardë euro janë buxhetuar për investime kapitale. Natyrisht risi, por tashmë e paralajmëruar e këtij buxheti është paga e 13 për gjithë punonjësit e sektorit publik, pra kush punon 12 muaj në sektorin publik i merr 13 paga, dhe kjo si vjet nuk do të jetë në fund të vitit, por në pranverë. Gjithashtu është i përfshirë edhe zbatimi i rritjes pagës bazë me 0.5% për çdo vit përvojë pune, për dallim të asaj që kemi pasur më herët, ku për 15 vitet e para zbatohi rritja vetëm 0.25% për çdo vit përvojë pune, pra kemi dyfishim të shtesës së përvojës së punës. Kjo përkthehet në rritje pra për pagën e secilit që punon në sektorin publik, varësisht nga vitet e përvojës së punës. Buxheti 2026 përfshin edhe rritjen e pensioneve, shtesave për fëmijë, shtesave për lehona, pagesave për tri dhe gratë që angazhohen nga superpuna, kompletimi reformës asistencës sociale, shumë mbështetje tjera për familjet. Synimi ynë vjen nga orientimi ynë, rritjen të mos e mbajmë për shtet, po ta shpërndajmë në shoqëri, dhe shpërndarja e rritjes ekonomike, shpërndarja e mirëqenjes, përveç se e zvoglon pabarazin, njëkohësisht edhe rrit kërkesën agregatin e ekonomisë, që natyrisht që është mirë jo vetëm për familjet në Kosovë, por edhe për ekonominë e shtetit. Me këtë buxhet rritet mbështetja për barrën esenciale, por gjithashtu edhe mbështetja për kulturën e sportin, rritet mbështetja për ndërmarrësit dhe për sektorin privat e përbujqit, por rritet buxheti edhe për investime në infrastrukturë publike. Po para se gjithashtu në këtë buxhet sigurohet qëndrueshmëria dhe vejmësia e shtetit tonë dhe e zhvillimit të tij. E kur jemi te investimet kapitale, vit i parë rekord ishte viti 2023, kur shpenzimet kapitale ishin 561 milion euro, pastaj 654 milion euro ishin vitin 2024, ndërkaq në vitin që lan pas 2025
investimet kapitale gjithsej nga qeveria e Republikës ishin 720 milion euro, e siç e prezantoi Ministri i Financave Kurran Murati, me buxhetin 2026 kjo i afrohet 1 miliardshit, pra synimi ynë është që 1 miliard të jetë dyshemeja e investimeve kapitale në mandatin 4 vjeçar në vijim. Ne këtu kritikuam që ky është buxheti status quo-s, pjesërisht besoj që u përgjigja me faktin që ne duhet ta sillim programin qeveritar një herë dhe më pastaj rishikimin e buxhetit, mirë po në anën tjetër duhet ta pranojmë bashkërisht që nëse dikur stabiliteti ka qenë progres, tash kemi progres stabil. Pra është një farë kalimi cilësor, prej stabilitetit si progres, te progresi stabil, me që rast rritja ekonomike së paku 4%, natyrisht që është stabile dhe një këso lloj rritje stabile nuk është status quo e keqe. Sa i përket rritjes së importeve, ajo vjen jo vetëm nga rritja e fuqisë blerëse, sepse si thash më herët ne kemi rrit kërkesën agregate me këtë shpërndarje jo pak të ata që kanë më pak, është bërë shumë, dhe kjo vjen gjithashtu dhe nga fakti që është eliminuar kontrabanda. Janë 37 rrugë ilegale që janë mbyllë anën banë Kosovës, prej tyre 27 në veri të Kosovës, dhe eliminimi i kontrabandës natyrisht që ka kontribuar në rritjen e importit përveç se rritjes së fuqisë blerëse, ku një pjesë e konsiderueshme janë mallra të cilat vijnë nga jashtë. Është e vërtetë që ka pasur rritje të çmimeve të produkteve bazë, por ato do të kenë tavan së shpejti. Ju e dini që ne kemi propozuar ligjin për çmime tavan për produkte bazë, i cili ka pasur një adresim në formë të ankese nga opozita në gjykatën kushtetuese dhe më pastaj është rrëzuar. Ne do ta risjellim ligjin me çmime tavan për produktet bazë dhe në këtë mënyrë do ta frenojmë abuzimin me çmime. Ne nuk jemi kundër fitimit të korporatave, por ne jemi kundër superprofitit në kurriz të qytetarëve që paraqet abuzim me mirëqenjen e popullsisë mbar. Fitimi i korporatave është rritur në Kosovë, në qeveritë e mëhershme kur nuk e ka rri 1 miliard. Nëse zgaboj, viti 2018 është viti më i mirë me rreth 950 milion, ndërkaq vitin që lan pas fitimi i korporatave është 2.2 miliard. Pra prej më pak se 1 miliard në 2.2 miliard. 120% rritje fitimit korporatave, që e dim nga të dhënat e administratës tatimore të Kosovës, sepse paguajnë 10% atë aty, vetëm shumëzoje me 10 edhe e kupton sa ka qenë fitimi i korporatave në sektorin privat. Tjetra që dua të theksoj është se u tha që ky është buxhet i vendit më të varfër në Evropë. Buxheti është afër 4 miliard, kur ka marrë detyrën në vitin 2021, buxheti i trashëguar nga qeveria paraprake ka qenë 2.4 miliard, që i bie një rritje prej 2/3, dhe rritja ekonomike kur ne flasim është rritje reale, nuk është rritje nominale, është rritje pasi që hiqet inflacioni. E kush e ka shumë hall inflacionin, ju lutem që ta mbështetni ligjin që do të vijë së shpejti këtu për çmimet tavan për produktet bazë. Pra, rritja është reale, dëshirojmë edhe më shumë, edhe më shpejt, por kjo rritje e buxhetit për 2/3 për 5 vjet, natyrisht nuk kupton që ne jemi të Kosovës dhe Kosovën e rrisim. Nuk e rrisim në shtet tjetër në Evropë. Kosovën të tillë siç e kemi gjetur me buxhet vjetor 2.4 miliard në 2021, tash e kemi sjellur në 4 miliard që besoj është një rritje e pamohueshme. Në fund, më duhet ju kërkoj falje që më duhet të shkoj e të rikthehem pas rreth 1 ore, me qenë se Banka Qendrore e Kosovës dhe Banka e Shqipërisë ka një organizim të përbashkët, se tash është 100 vjetori i Bankës së Shqipërisë, dhe unë do të vi të marr pjesë në debat, nëse deri në atëherë nuk kam përfunduar diskutimet pas prafërsisht 1 orë, por dua ta ritheksoj që të gjitha kritikat dhe kundërshtimet që na u bën, argumentet e opozitës, do të jenë plotësisht të vlefshme nëse janë të arsyeshme edhe atëherë kur do ta sjellim
rishikimin e buxhetit pas pak muajve e që do të paraprihet nga programi qeveritar që do të diskutohet bashkë me juve këtu. Faleminderit.